Edvin, ju dëgjoj, ka përfunduar dëshmia e Taulant Ballës në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, lidhur me dosjen Partizani. Nëse mundet regjia me kufjen. Ka zgjatur rreth 4 orë deklarata e Ballës, kreut grupit parlamentar të Partisë Socialiste si kallëzues për çështjen Partizani, i cili në fakt në disa prej përgjigjeve të tij është treguar kontradiktor sa i takon pyetjeve që janë bërë nga mbrojtja, por edhe të pandehurit, përfshirë Jamar Maltezin. Ndërkohë që së fundmi, pak më herët bëm një raportim për deklarimet e Taulant Ballës, së fundmi është pyetur edhe për kohën e dhënies së lejes apo procedura që janë firmosur nga kryeministri i sotshëm, ish kryetari i Bashkisë Tiranës, Edi Rama, me të cilin tha se nuk ka patur komunikim për të përgatitur kallëzimin penal për dosjen Partizani. Balla pretendoi që në asnjë prej kallëzimeve të bëra në autoritetet e drejtësisë nuk është konsultuar me zotin Rama, e ka bërë personalisht në një deklaratë që pati për mediat. Ai ju përgjigj të njëjtës pyetje nga gazetarët në të njëjtën mënyrë që u përgjigj edhe në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërkohë që shumicën e të dhënave sipas Ballës i ka marrë nga qytetar, duke shfrytzuar pozicionin e tij si deputet apo kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke shfrytzuar edhe kolegë të tij si në rastin e Alket Hysenit përmes zyrës studios së tij ligjore, por edhe përmes mediave, ku njëra prej tyre ishte ajo e shqiptarja.com, e botuesit Carlo Bolino, e cila u relatua nga Balla në gjykatë ditën e sotme. Seanca zgjati për më shumë se 3 orë, ndërkohë që do të vijojë në ditët në vijim procesi gjyqësor dhe thirrja e dëshmitarëve, ku në listën e tyre është edhe kryeministri Edi Rama. Sot Fation, jo, se kjo natyrisht ka qenë seancë gjatë me disa orë, jo e hapur për publikun. Unë natyrisht kam lexuar ato raportimet që ti bëje nga salla për pyetjet që i bëshin zotit Balla dhe përgjigjet. Cili ka qenë thelbi i mbrojtjes në pyetjet që ka bërë? Pra, për çfarë arsye është thirrur zoti Balla nga mbrojtja dhe çfarë ka dashur të nxjerrë mbrojtja në këtë seancë të gjatë? Sikur se ka pretenduar edhe përmes kallëzimeve penale, Jamar Maltezi se Taulant Balla është gënjeshtar dhe ka kallëzuar madje prej 8 vitesh, prej disa vitesh për kallëzim të rrem dhe ende procesi nuk ka marrë zgjidhje gjyqësore në Shqipëri, ku Strasburgu është shprehur se ka patur shkelje në pretendimet e Jamar Maltezit sa i takon mënyrës se si është gjykuar pretendimi i tij nga gjykata, dhe natyrisht kjo ka shkuar në favor të Taulant Ballës si kallëzues. Mbrojtja e zotit Maltezi ka pretenduar edhe sot në gjykatë se Taulant Balla gënjen për disa detaje të çështjes dhe të dosjes, përfshirë edhe provat e pretenduara. Pra asnjë prej datave, vendimeve apo numrave të vendimeve përkatës Balla ishte i paqartë për të dhënë një përgjigje, duke thënë se në një pjesë të rasteve se këto përgjigje i keni në kallëzimin penal që ka depozituar në prokurorinë e posaçme. Fokusi i mbrojtjes u vendos tek roli i tij politik apo qytetar në bërjen e këtij kallëzimi, që ka ekspozoi edhe pa korrektësi, nëse mund të themi, ose qëndrimet dualiste të zotit Balla për të mos dalë në një vendim dhe qëndrim konkret lidhur me mënyrën se si është nxitur për t'ju drejtuar prokurorisë së posaçme për të bërë kallëzim penal. Ai refuzoi dhe nuk pranoi se ishte konsultuar me kryeministrin për ta bërë një kallëzim, por e kishte bërë individualisht, pavarësisht se kishte përdorur funksionet e tij dhe atributet që ka një deputet i Kuvendit të Shqipërisë, për më tepër me disa funksione pranë Kuvendit, Partisë Socialiste e tjerë me radhë. Destinacioni i firmosur nga Edi Rama, ndryshimi i tij për klubin shumë sport është Partizani.